Arrest në Burg është masa e sigurisë për shtetasit Ervis Matodashaj, Nadir Ferkosi dhe Altin Sejdiraj, dhënë nga gjykata e rrethit gjyqësor Vlorë. Këta tre shtetas janë të dyshuarit kryesor për vrasjen me armëzjarri të shtetasit Erigert Zdenjo e ndodhur në datën 22 mars në lagjen 11 janari në qytetin e Vlorës. Ndërkohë, nga strukturat e luftës kundër narkotikëve, është bëri mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet KC, 17 vjeç, banues në fshatin Vajs, po të qytetit të Vlorës. Nga kontrolli ushtruar ndaj këtij shtetasi u gjet një sasi e konsiderueshme lëndë kanabis sativa, ndërkohë që ai u ndalua për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikësh. 2 persona të tjerë janë arrestuar nga policia e Sarandës, pjesë e drejtorisë së policisë së qarkut të Vlorës. Strukturat kundër krimeve të rënda kanë bërë arrestimin në flagrancë të shtetasve Alex Papa, 37 vjeç, dhe Ermal Papa, 27 vjeç, të 2 banues në fshatin Bajkaj të Delvinës. Mbi të ardhurojnë veprat penale për vjedhje me dhunë dhe plagosje e rënd me dashje të kryera në bashkëpunim dhe mbajtje e paleje e armëve të ftohta. Arrestimi i këtyre shtetasve u krye pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin në qytetin e Sarandës, i kanë hequr me forcë nga trupi një çantë krau shtetasit me inicialet PA, i cili në momentin që ka reaguar kundër autorëve është sulmuar prej tyre me thik e përpasoj ka mbetur i plagosur rënd. Arrestimi i autorëve nga strukturat e komisariatit të policisë së Sarandës është bëri mundur brenda një kohe shumë të shkurtër nga ndodhja e ngjarjes.